Dënimi me burgim prej 6 muaj zaventësohet me dënim me gjobë në shumën prej 15.000 euro. Pas përfundimit të seancës dëgjimore dhe aprovimit të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë në bazë të neni 358 të Kodit Procedurës Penale, Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti Special në emër të popullit, me datën 29/4/2026 merr dhe publikisht shpall këtë aktgjykim. I akuzori Slobodan Radenković me dhënat personale si në shkresat e lëndës është fajtor për shkak të veprës penale në bashkëkryer sulmi ndaj personit zyrtar të sankcionuar me nenin 402, paragrafi 6 lidhur me paragrafin 2 dhe nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Si dhe veprës penale në bashkëkryer pjesëmarrja në turm që kryen vepër penale dhe huliganizëm të sankcionuar me nenin 404, paragrafit 1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Andaj gjykata konform dispozitave të Kodit Penal 4, 7, 17, 21, 38, 39, 20, 22, 23 dhe 69 dhe 70 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe neni 364 të Kodit Procedurës Penale të njëjtit i cakton. Për pikën 1 të këtij aktgjykimi dënim me burgim në kozgjatje për 2 vite burgim, duke ju llogaritur kohën e kaluar në paraburgim nga data 14/2026 e tutje. Për pikën 2 të aktgjykimit dënim me burgim në kozgjatje prej 6 muaj burgim, ndërsa në bazë të nenit 44 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës me pëlqimin e të pandehurit, dënimi me burgim prej 6 muaj zaventësohet me dënim me gjobë në shumën prej 15.000 euro. Kurse në bazë të nenit 76, paragrafit 2, nën paragrafit 2.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, e gjykon me dënim unik me burgim në kozgjatje prej 2 vite, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim nga data 14/2026 e tutje dhe dënim me gjobë në shumën prej 15.000 euro. Obligohet i akuzorit të paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës dhe ato në emër të paushallit gjyqësor në shumën prej 150 euro, si dhe në emër të fondit për kompenzimin e viktimave të krimit në shumën prej 50 euro. Ashtu që në tërësi shumën prej 200 euro obligohet të paguajë brenda afatit prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi. Pashtu gjykata në mbështetje të nenit 276 paragrafit 1 dhe 2, pika 2.1 të Kodit Procedurës Penale urdhëron konfiskimin e përhershëm të sendeve të sekuestruar sipas aktvendimit të gjykatës për aprovimin retroaktiv për sekuestrim të përkohshëm të datës 15/2026 në përjashtim të veshmbathjeve të cilat do t'i kthehen të akuzuarit. Po ashtu gjykata me aktvendim të veçantë me shenjën PS14/2026 të datës 29/4/2026 konform nenit të dispozitave të Kodit Procedurës Penale të akuzorit i vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi. Këshilli juridike kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta ankesës në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. Ankesa i drejtohet gjykatës së apelit në Prishtinë përmes kësaj gjykate. Ky është